Kjo është ndër temat që flitet më pak në kish dhe më shumë online. Që në fakt duhet ishte e kundërta. Kjo duhet ishte tema kryesore e kishës. Por online flitet sepse njerëzit kanë qef teoritë konspirative. Në online parashikohet dita e kthimit të Krishtit, online parashikohen edhe interpretohen shenjat që duken vërdall si momenti që do të vijë dhe do të kthehet Jezus Krishti. Po, përpara se të fillojmë, një nga gjërat që dua të qartësoj në lidhje me termat biblik, është kjo. Shumë shpesh unë dëgjoj termin që thuhet kohët e fundit. Në fakt bëra edhe një kërkim online, edhe gjatë gjithë kohës online flitet edhe thuhet kohët e fundit. Realisht, kohët e fundit, siç thonë njerëzit, jemi në kohët e fundit, a jemi në kohët e fundit, apo vinë kohët e fundit, apo jetojmë kohët e fundit, gjitha me radhë, realisht termi kohët e fundit nuk përdoret asnjëherë në Bibël. Realisht, çfarë përdoret në Bibël është ditët e fundit. Nuk flitet për kohë, por flitet për ditë. Dhe ne në fakt kemi qenë në ditët e fundit për rreth 2000 vjet tashmë. Që kur Zoti Jezus u ringjall, ai shpalli që këto janë ditët e fundit. Ai drejt për drejt tha që ditët e fundit kanë filluar. Tani, atë që dua që sot të shikojmë së bashku është, a jemi ne në ditët e fundit? A jemi ne brezi i ditëve të fundit? Kjo është një pyetje që me dashje, pa dashje, çdo brez në kish e ka bërë si pyetje. Çdo brez, kur vjen sidomos në kapitull 24 e 25 të Mateut, vjen pyetja, ore këto gjëra kur do të ndodhin? Tani, që t'ju heq pritshmëritë që në fillim, përgjigjja ime është unë nuk e di. Pra, mos prisni që unë t'ju them jemi, apo si jemi në ditë e fundit, se unë nuk e di. Ajo që unë dua të bëj është të lexoj shkrimin, edhe të mund të shikojmë të gjithë së bashku, se çfarë do të thotë të jesh në ditët e fundit. Pyetja e vërtetë është, a na thot Bibla që ne jemi brezi i fundit? Shumë prej atyre që thonë po, janë njëkohësisht duke bërë plan e pensioni, janë njëkohësisht duke jetuar jetën e tyre, janë njëkohësisht duke avancuar në karrierën e tyre, edhe pse me gojën e tyre thonë ne jemi brezi i fundit. Unë po ta dija që ne ishim brezi i fundit, unë nuk do punoja një ditë. Si? Doria. Si kisha e Korintit. Ata i menduan që ishin brezi i fundit, edhe filluan të rinin duke mbajtur duar lart dhe duke prit nga qielli. Tani, Bibla nuk thot që ne jemi brezi i fundit. Në fakt, ka patur shumë herë në histori ku njerëzit mendonin që ne ishim në ditët e fundit, dhe po ju kujtoj disa raste, në 1948-ën, e mbani mend çfarë është 1948, çka ka ndodhur? E dini? Kush është i mirë me historinë këtu tek ne? Lufta e dytë mbaroi në 45-ën. Në 48-ën është krijuar shteti i Izraelit. Në momentin që u krijua shteti i Izraelit, filluan profet në përkisha të thoshin, jemi në ditët e fundit, ky brez nuk do të mbaroj sepse u krijua shteti i Izraelit. Pastaj 1967-ën, e mbani mend 1967-ën, ke lexuar historinë? Çka ka ndodhur? Pse është e rëndësishme? Ë? Enveri vdiq 85-ën njerë. 1967-ën Shqipëria vendosi në kushtetut që nuk ka Zot. Kushtetuta e 67-ës, nuk është e 68-ës. Është 67. Nuk ka Zot, ne predikojmë njeriu në qendër dhe feja është opium për popullin. Po ka ndodhur një gjë tjetër në 67-ën, Rezim duket po e thoshte, ishte lufta e Izraelit në lindjen e mesme që bëri Jeruzalemin kryeqytet. Në 67-ën filluan njerëzit të thoshin jemi në ditët e fundit. Jo, s'është i njëjti brez në bazë të sociologjisë Ermal. Ka ngjarje të tjera, edhe kohët e fundit, edhe në luftën e fundit në Iran.
ka lajme online të njerëzve që thonë jemi në ditët e fundit. Në fakt, Bibla asnjëherë, dhe dëgjojeni këtë, ky është mësimi pa që dua që të mbani mend, Bibla asnjëherë nuk i lidh ditët e fundit me ngjarjet që kanë lidhje me Izraelin. Po e përsëris dhe njerë. Bibla asnjëherë nuk i lidh ditët e fundit me çfarë ndodh në Izrael. E vetmja gjë, për ata që u vjen ndonjë gjë në memorje, që Bibla përmend për Izraelin është shenja e tretë që ne do të shikojmë sot, që është vendosja e Antikrishtit në Jeruzalem. Në tempull, brenda në tempull e gjitha me radhë, por unë do t'ju jap sa shembull që kjo ka ndodhur dhe më përpara. Nuk është se është një gjë e re. Pra, Izraeli dhe çfarë ndodh me atë komb nuk ka lidhje me ditët e fundit sipas asaj që na mëson Bibla. Doja ta qartësoja këtë gjë, jo se unë jam kundra Izraelit, unë mendoj që ai është populli i zgjedhur i Perëndis. E kam bindje këtë gjë se e thot Bibla, por mendoj që kisha është ajo që është duke pritur rikthimin e Zotit ton Jezus Krisht. Po le të shikojmë se çfarë na thon dy kapitujt që ne kemi në studim. Mos harroni, studimi i Ungjillit të Mateut është një studim i cili na mëson që ka një mbret të ri me një mbretëri të re. Kjo mbretëri ka standarde të reja. Këto standarde të reja janë vendosur në kryq dhe si shenjë kanë ringjalljen dhe si rezultat kanë misionin. Këtë jemi duke folur, këtë gjë do të na mësoj Mateu. Kur hapim Biblën, hapeni Biblën po e keni me vete tek Mateu kapitulli 24, edhe unë do t'ju lodh pak tani se unë dua që të lexojmë një 33 vargje. Se unë mendoj që Bibla është ajo që flet të vërtetën më shumë se sa flasin ata që dalin përpara. E vërtet. Unë po lexoj këtë versionin që kam në dorë, Rezi. Më pëlqen ky versioni, Rezi, prandaj po e lexoj nga ky. Okej. Tani, ndërsa ai po rrinte ulur në malin e ullive, erdhën pranë tij dishepujt, veçmas duke thënë: "Na thuaj kur do të ngjasin këto gjëra dhe cilat do të jenë shenjat e ardhjes sate dhe e përfundimit të epokës." Duke u përgjigjur, Jezusi u tha: "Kini kujdes të mos ju mashtroj kush, sepse shumë do të vinë për llogari të emrit tim duke thënë unë jam Krishti dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Dhe ju do të dëgjoni për luftra, ushtima luftrash, por hapni syt. Mos u alarmoni, sepse këto gjëra duhet të ndodhin, por ende nuk është fundi. Sepse do të çohet komb kundër kombi dhe mbretëri kundër mbretërie, dhe do të ketë zi buke dhe tërmete në përvende të ndryshme, por të gjitha këto do të jenë vetëm fillimi i dhimbjes së lindjes. Atëherë do t'ju dorëzojnë në mundim dhe do t'ju vrasin, dhe ju do t'jeni të urryer nga të gjitha kombet për shkak të emrit tim. Dhe atëherë shumë do të shkandullohen dhe do ta tradhtojnë njëri tjetrin dhe do të urrejnë njëri tjetrin. Dhe shumë profetë të rrem do të ngrihen e do të mashtrojnë shumë njerëz. Dhe për shkak të shumimit të palishmërisë, dashuria e të shumtme do të ftohet. Por ai që e ngulmon deri në fund, ky do të shpëtohet. Dhe ky ungjilli i mbretërisë do të predikohet në tërë njerëzit për dëshmi ndaj gjithë kombeve. Dhe atëherë do të vijë fundi. Prandaj, kur të shikoni neverinë e shkretimit, atë që u tha nëpërmjet profetit Daniel, duke qëndruar në vendin e shenjtë, ai që lexon të kuptoj, atëherë ata në Jude duhet të ikin në përmale. Ai mbi tarac mos të zbres për të marrë gjë prej shtëpisë së vet, dhe ai në ar mos të kthehet mbrapa për të marrë rrobat e veta. Por mirë ato gra që kanë fëmijë në bark, dhe ato që më ditin fëmijë në ato ditë. Po lutuni që ikja juaj të mos ndodh në dimër edhe as në shabat, sepse atëherë do të ketë një mundi më të madh i atill sa nuk ka ndodhur që nga fillimi i botës e deri tani, dhe as nuk do të ndodh më. E sikur të mos shkurtoheshin ato ditë, nuk do të shpëtohej asnjë mish, po për shkak të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. Atëherë,
do t'ju thot kush, ja, këtu është Krishti, apo atje, mos e besoni. Sepse do të ngrihen të krishterë të rem e profet të rem, dhe të paraqesin shenja të mëdha e çuditëra, ajsa të mashtrojnë nëse është e mundur edhe të zgjedhurit. Ja, ju a kam parathënë, prandaj do t'ju thonë, ja, është në shkreti, mos dilni atje, apo ja, është në kthina, mos e bëni. Sepse sikur delve të tima nga lindja dhe ndriçon deri në perëndim, kështu do të jetë ardhja e Birit të Njeriu. Kudo që të jetë kërma, atje do të mblidhen edhe shkabët. Dhe atëherë, mbas mundimit të atyre ditëve, dielli do të erësohet dhe hëna nuk do të ndriçohet, nuk do të ketë ndriçimin e saj. Dhe yjet do të bien nga qielli dhe fuqitë e qiellit do të tunden. Dhe atëherë do të shfaqet në qiell shenja e Birit të Njeriut. Dhe atëherë do të rrajnë gjoksin me grusht të gjithë fiset e tokës dhe do të shikojnë Birin e Njeriut duke ardhur mbi rret e qiellit me fuqi dhe lavdinë e madhe. Dhe ai do të dërgojë ëngjëjt e vet me bori të madhe dhe do të mbledh bashkë të zgjedhurit e tij për të 4 erave, nga njëri skaj i qejve deri te skaj tjetër i tyre. Tani, mësoni nga fiku këtë shëmbulltyr. Kur degët e tij janë bërë tashmë e njom dhe në të nxjerr gjethet, ju e dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur të shikoni të gjitha këto, do ta dini sa afër është te dera. Me të vërtet po ju them se ky brez nuk do të kaloj as pak derisa të gjitha këto të ndodhin. Qielli edhe toka do të kaloj, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Kjo ishte fjala e Zotit, vëllezër dhe motra. E shkruajtur, e zezë mbi të bardhë dhe e thënë nga goja e Zotit tonë. Ajo që dua të bëj sot në minutat që më kanë ngelur, dua në radhë të parë t'ju siguroj një gjë. Bibla nuk është thjesht një libër historie. Bibla është fjala e Zotit, e cila ka fillimin edhe mbarimin e botës. E dyta, atë që unë dua të them në lidhje me ardhjen e fundit të botës, është që ne nuk mund të hamensojmë dhe nuk të mund të themi me siguri kohën se kur kjo do të ndodhë. Bibla nuk e thot, kushdo që del përpara jush, çdo lloj reelsi, çdo lloj video në YouTube që ju thot do të ndodhë këtë ditë dhe atë ditë, sipas fjalës së Zotit është mashtrues. Është profet i rrem, është antikrisht. Një gjë tjetër që dua të them është që fal Zotit Jezus që ishte kaq i ndershëm me ne, ai ne tregon neve disa gjëra që duhet të kemi parasysh. E para, ai do thotë që ne nuk duhet të jemi në panik. Gjatë gjithë kohës ku ai tregonte historinë, thotë mos jeni, mos u shqetësoni, mos jeni në panik. E dyta, të mos mashtrohemi, dhe e treta, të mund të rrim zgjuar dhe të lutemi. Të qëndrojmë të fortë. Ai na thot, shikoni çfarë po ndodh në botë, ndalloni shenjat dhe rrisni marrëdhënien me mua. Kështu që nëse dikush pyet edhe thot, po miro Jul, çfarë duhet të bëj unë që të kuptoj që po jetojmë në ditët e fundit? Nëse ti jeton, nëse ti do të kuptosh a jeton ose jo në ditët e fundit, shikoj jetën tënde se si e jeton në marrëdhënie me Zotin. Sepse në të vërtet, shenjat janë sinjale. Dhe sinjalet paraprin diçka që do të ndodhi. Ajo që fjala e Zotit na thot se cilit prej nesh, është në radhë të parë mos kemi mendje madhësinë dhe të pretendojmë që dim gjërat. E dyta, fjala e Zotit na thot që nëse ti do të jesh në kalendarin e Perëndis, pra do të jesh i sigurt që po e shikon qartë kohën në të cilën Perëndia të ka vendosur, atëre këtë shqetësim ktheje në forcë për një marrëdhënie të drejtë për drejtë me Perëndin. Tani, Bibla dhe fjala që ne sapo lexuam na jep 4 shenja të qarta. 4 shenja të qarta në ardhjen e Krishtit. Shenja e parë e qartë është katastrofa në këtë botë.
Jezus i përmend luftra, zi buke edhe tërmete. Këto gjëra po ndodhin në botën e sotme, si pas nesh që jetojmë sot, më shumë se sa ka ndodhur çdo herë tjetër. Tani vëllezër motra, po ju them një gjë. Neroni dogji Romën edhe dogji të gjithë botën e atëhershme. Ishte katastrofë më e madhe se çfarë po ndodh sot. Hitleri vrau 6 milion hebrej, janë numëruar vetëm hebrejnë, se nuk janë numëruar të tjerët që vrau. Edhe ishte katastrofë më e madhe se sotme. Katastrofat, luftrat, zi buke, tërmetet. Ne themi që ndodhin tërmetet të mëdha, dhe arsyeja pse e mendojmë këtë gjë është, nuk e di sa prej jush kanë, po unë kam në telefon një aplikacion që quhet Earthquake. Dhe ky aplikacioni, po ta shikoni këtu, mua më jep të gjitha tërmetet që kanë rënë, ka rënë një tërmet sot në orën 7:22 në detin Adriatik. Tërmetet kanë ndodhur dhe më përpara. Nuk është se ndodhin më shumë sot. Kur flasim për zi buke, kur flasim për dhimbje nga vdekja, të gjitha këto gjëra kanë ndodhur dhe do të vazhdojnë të ndodhin. Nëse do të thoja diçka në lidhje me këto shenja, do të thoja që kjo është shenja e parë që unë mendoj që është përmbushur. Luftra, vdekje, zi buke, thuhet që në historinë botërore, zia bukës që jemi në këtë moment në vendet e, sidomos në vendet e treta që quhen, është më e madhja e historisë botërore. Arsyeja pse? Se vendet e pasura hanë më shumë se çanim më përpara dhe nuk lënë për vendet e treta. Pra, kjo është e para. Por ajo që dua t'ju them vëllezër dhe motra është që këto lloj shenjash, edhe pse kanë ndodhur, Jezus i thot mos u mashtroni. Ato do të përsëriten, do të ketë përsëri, sa më shumë i afrohemi fundit, aq më të mëdha do të jenë, por mashtrimi brenda edhe jashtë kishës, rreziku për mashtrim është shumë i madh. Mos u alarmoni, thot, mos u mashtroni, dhe një gjë tjetër që më bën shumë përshtypje, atë që Zoti Jezus thotë është që këto janë fillimi i dhimbjeve të lindjes. Tani unë nuk jam ekspert këtu, po jam baba. Dhe kur fillojnë dhimbjet e lindjes nuk do të thotë që fëmia ka lindur. Kur fillojnë dhimbjet e lindjes do të thotë që ka filluar procesi që fëmia të lind. Dhe kur është afër. Dhe kur ne shikojmë shenjat, nuk do të thotë që Krishti u kthye, por do të thotë që është afër. Dhe ky është një mësim i rëndësishëm për secilin prej nesh. Shenja e dytë që Zoti Jezus na thot në këtë tekst, është ajo që do të ndodhë brenda kishës. Me kishën. Me kishën e tij. Ajo që do të ndodhë sipas asaj që lexuam, është që katastrofat në botë do të pasohen nga zhvillimet brenda kishës. Nëse shenja e parë është e ndarë në 3 pjesë, luftra, tërmete edhe zi buke, shenja e dytë përsëri është e ndarë në 3 pjesë, dhe pjesa e parë thotë që së pari kisha do të përndiqet. Kjo duket sikur ka filluar. Duket sikur ka filluar, por kur flasim për Shqipërinë, ne nuk kemi përndjekje. Shenja e dytë që thotë është që kisha do të zvoglohet. Njerëzit do të largohen, dashuria do të ftohet. Unë jam duke folë për Shqipërinë këtu. Po jam duke folë edhe në botë. Kisha po rritet. Kisha nuk po zvoglohet. Dhe elementi i tretë brenda shenjës së dytë është që ungjilli do të predikohet në çdo etni. Do të vi mundimi dhe ky mundim do të sjellë përparim të ungjillit. Pra, edhe një mësim i thjesht jashtë teme këtu. Ajo që Bibla thotë është që kur ka vuajtje, ka rritje të besimit. Kështu që nëse kemi filluar të gjejmë çik komoditetin brenda nesh, vëllezër dhe motra, duhet fillojmë të shikojmë pak si është ajo marrëdhënia jonë me Zotin, standardet tona në marrëdhënie me Zotin edhe të gjitha të tjerat. Kjo t'i ngëllon kontradiktore, por shi në vendet ku kisha është nën presion. Sot në mëngjes po lexoja në lajm në lidhje me kishën që është nën dhe quhet, në Kin. Edhe lajmi ishte i tillë.
kisha nën dhe refuzon të rri poshtë. Edhe ku lexoje lajmin, ishte nga Mobilization World për hapjen e ungjillit, ku lexoje lajmin thoshin që kisha nuk ka më frikë të flas hapur për Krishtin. Sado që është e fshet, edhe është në rrogos. Rreziku në këtë fazë janë profetët e rrem. Ata shpallin paqe kur nuk ka paqe, mesazhi i tyre shpall rehati kur ka sfida, gjithçka është në rregull kur gjërat po ndodhin dhe kisha është e sigurt kur e vërteta është ndryshe. Profetët e rrem shkaktojnë dy gjëra. Shkaktojnë përçarje dhe profetët e rrem shkaktojnë qetësi. Shkaktojnë komoditet, rehati. Ajo që Zoti Jezus thot, mos u dorëzoni, mos u lëkundni, thot, por qëndroni të fort deri në fund. E treta, ajo që është shenja e tretë e ditëve të fundit, është mundimi që do të vijë në Jeruzalem. Shenja e tretë është e kufizuar nga ana gjeografike. Këtu Jezus i citron profetin Daniel edhe thot neveria që do të sjell shkretim. Dhe Danieli e përdor këtë disa herë në fjalën e tij. Libri i zbulesave flet përmend 3 herë mundimin e madh. Dhe e përshkruan, një herë e përshkruan me një kohë sa gjysma e një kohe. Një herë tjetër e përshkruan 42 muaj, kurse herën e tretë e përshkruan 1260 ditë. Dhe të gjitha këto përbëjnë atë që është 3 vjet e gjysmë tek libri i Danielit. Kjo profeci është e frikshme, por unë dua t'ju them diçka. Kjo profeci është përmbushur një herë. Në vitin 1160 para Krishtit, Antioku Epifan, një sundues romak, ai hyri në Jeruzalem dhe bëri gjëra të tmerrshme në tempull. Sakrifikoi një derë mbi altarin e tempullit, duke e ditur shumë mirë se asgjë nuk ishte më fyese për juden se ajo. Ai mbushi ambientin e tempullit me prostituta, nxiti rite pagane dhe rriti imoralitetin brenda tempullit. Ai ndërtoi një stadium të madh në Jeruzalem për lojrat greke. E dini ju të rinj që lexoni histori, lojrat greke luheshin lakuriq për të evituar që gratë të mund të merrnin pjesë në lojra për burra. Ju a thash këtë gjë sepse nuk është histori e re ky problemi që hasim sot, ka qenë gjithë kohën si histori. Edhe e dini se sa zgjati pushtimi i Epifanit në Jeruzalem? 3 vjet e gjysmë. Kështu që për judenj kjo quhet si një përmbushje. Por Zoti Jezus apo Gjoni apo Pali e quajnë Antikrishtin si një njeri të palishëm. Ata i japin tituj të ndryshëm, por në një gjë bien dakord. Antikrishti do të përdosi tempullin. Kjo ishte shenja e tretë që Zoti Jezus thotë mos u merrni me thashë theme, përdorni sytë tuaj, veshët tuaj, mendjen tuaj për të kuptuar. Thot një shprehje kur ne lexuam edhe thot kush ka vesh ose ai që lexon le të kuptoj. Shenja e katërt, edhe e fundi që na thuhet në këtë tekst, është shenja e errësimit të dritës dhe shfaqjes së birit të njeriut. Pas atyre 3 vjet e gjysmë mundim, shenja tjetër do të vijë menjëherë. Kur do të vijë ajo shenjë? Nuk do të ketë më rrezik nga profetët e rrem, as të krishterët e rrem. Nuk do të ketë më mashtrim. Drita natyrore do të fiket, dielli do të errësohet, hëna nuk do të japi dritën e saj, yjet do të bien. Dhe atë që gjejmë të parathënë në Bibël, atë që ndodhi me krijimin, do të zhbëhet në fundin e botës. Dhe në këtë moment biri i njeriu do të shfaqet në qiell si shpëtimtar. Kështu që mos u mashtroni, e janë këtu, e janë atje te Krishti. Nuk e di se sa prej jush, edhe këtë e kam për gjithë të rinj, e dini që ekziston një fondacion në Vlorë që quhet Federata e Familjes për Paqe Botërore dhe Bashkim.
Ose ndryshe, ata para disa vitesh quheshin The Muni. Kjo organizat është e krijuar nga një person në Korenë e Jugut, që quhej Sun Myung Moon, edhe që thoshte unë jam rikthimi i Krishtit. Edhe unë jam kthyer në botë për të realizuar një gjë që Krishti nuk e realizoi dot. Martesën. Krishti nuk ishte i aftë të martohej, kështu që unë u riktheva, thoshte Muni, po të vini re përdora termin e shkuar, se Muni nuk ekziston më, ka vdekur. I din varrin ku është tani. Por kjo organizat ka mashtruar dhe vazhdon të mashtrojë njerëz. Dhe kështu do të vinë. Nuk do të vinë fshehurazi të thonë jemi Krishti i kthyer fshehurazi. Ky dilte në televizor. Po të shikoni në YouTube janë gjitha ato martesat që bëheshin në stadium. Ky merrte 2 foto të 2 njerëzve nga 2 kultura ndryshme, thoshen këta të 2 do lidhen bashkë. Martoheshin ata 2. Antikrishti nuk vjen fshehurazi. Ai që pretendon që është Mesia nuk vjen fshehurazi, vjen hapur. Edhe di si i mashtrojnë njerëzit, e dini? I mashtrojnë njerëzit sepse njerëzit nuk lexojnë fjalën e Zotit. Dhe nuk po flas mashtrojnë jo besimtarët, se jo besimtarët mashtrohen. Atë që po flas është që mashtrojnë besimtarët, sepse besimtarët mjaftohen me çfarë? Me një të ardhur në kish, me një të dëgjuarit të një predikimi. Ndërkohë që ju asiguroj unë, hera tjetër që do të na bjerë të flasim për kohët e fundit mund të jenë mbas një 2-3 vjetësh. Sepse në predikim, në këtë 28 minutë që unë kisha vendos limit vetes time, nuk mund të përmbushim të gjitha gjërat. Të gjitha këto shenja na jepen jo që ne të provojmë dhe të shikojmë kur është momenti i fundit. Në fakt, të gjitha këto gjëra na jepen që ne të mund të kthehemi te besnikëria e përditshme ndaj Perëndis. Askush nuk e ka kalendarin e Perëndis. Askush nuk mund të thotë ne jemi në ditët e fundit, ne jemi brezi i fundit. Por secili prej nesh, thot fjala e Zotit, duhet të rizgjuar dhe të jetë gati. Duhet të presi Zotrinë e tij, Zotin të cilit i ka dhënë jetën. Lexuam pjesën e parë të tekstit, për arsye kohe nuk lexuam kapitullin 25, po unë do të mundohem ta përmbledh në shumë shpejt kapitullin 25. Kapitulli 25 na jep 3 histori të shpejta. 3 histori që janë të lidhura ngushtë me këtë që po flasim. Na jep historinë e Si? Kush foli? Ledi. Faleminderit Ledi. Jo, përpara kësaj do të thoja që e përbashkëta e të treja historive është që në të 3 histori thuhet zotria vonoi. Te Vigjeresha thuhet që dhëndri po vononte. Tek shëmbëltyra e talenteve po thuhet që zotria po vononte. Edhe tek historia e deleve dhe cepëve na flitet për vonesë. E para është, një nga mashtrimet e djallit është që ardhja e Krishtit është larg. Ndoshta ky është mësimi që ju morët edhe nga mua sot. Në të gjitha gjërat që i parashtrova vetëm se dua të them, mos të alarmohemi, fundi nuk ka ardhur akoma, është fillimi i dhimbjes së lindjes, por kjo duhet na bëjë secili prej nesh të jemi besnik. 10 vigjereshat, Jezusi na sjell historinë e llambës e të mbajtur të ndriçuar, që dhëndri mund të shikojë kur vjen. Pyetja nuk është pyetja a ka qenë i ndezur llamba jote në të shkuarën. Pyetja është a je akoma në zjarr për Perëndin, a ka akoma dritë në jetën tënde. Historia e 10 vigjereshave shkurtimisht është çfarë po bën me dritën e shpëtimit që Krishti solli në jetën tënde. Jo çfarë ke bër, por çfarë po bën sot. Kur dhëndri vjen, gjysma e vigjereshave nuk kishin dritë në jetën e tyre. Shëmbëltyra e talenteve është një shëmbëltyr tjetër ku Zoti është duke pyetur, zotria tek historia e talenteve, pyet shkurtimisht edhe thot: çfarë bëre me atë
që të besova. Vitin e kaluar ne si kish kemi studiuar dhuntit. Dhe unë shpresoj që se cili prej jush që bëri dhe test e dhuntive, ta ketë kuptuar dhuntin që ka. Po jo vetëm ta ketë kuptuar, po të di edhe çfarë po bën me dhuntin që ka. Sepse historia e talenteve është që Zoti do të kërkojë llogari për atë që të ka besuar. Ditët e fundit nuk kanë të bëjnë me kush ka të drejtë për datën, për orën edhe për vendin. Se u asiguroj unë, asnjëri nuk ka të drejtë. Zoti Jezus thot, përveç atit tim që është në qiell, as ëngjëjt, as pushtetet, as principatat, as unë vetë, thot Zoti Jezus, nuk e di kohën. Kur nuk e dinte Zoti Jezus, mos prisni që Zoti t'ja zbuloj ndonjë sharlatani aty jashtë. Pyetja nuk është kur do vi Zoti, pyetja është si do ta gjej zemrën tënde edhe jetën tënde kur ai të vi. Me dritë, me investim të talenteve, apo do ta gjej kohën edhe zemrën tënde të shturur, të ndrydhur, të ashpër, të pambjell. Do të thot, shumë mirë bëre, shërbëtori im besnik, apo do të thot, çfarë po bën, ore për tacë. Kjo është si një shkencëtar që punon për vite të tëra në kushte të vështira dhe pasi bën një zbulim të madh, shteti i ndërton një laborator të mirë si shpërblim. Shpërblimi i tij është më shumë punë, se laboratori i ri do të thotë punosh më shumë. Po tani kushtet janë më të mira. Kush vepron në Krishtin dhe Krishti i thotë ke qenë besnik, do të besoj më shumë. Në shtator, dash Zoti, ne do të bëjmë një studim në kish në lidhje me parajsën. Parajsa nuk është një vend ku do vemi dhe do të rrim si Korintasi, duke pritur se jemi në prezencën e Perëndisë. Parajsa është një vend ku do ta besohet më shumë, për të bërë më shumë. Mos u mashtroni, mos u alarmoni, mos u dorëzoni, qëndroni besnik, mbajini llambën të dezur, përdorni atë që Zoti ju ka dhënë, sepse biri i njeriu do të vinë në një orë, në një ditë, dhe në një moment ku asnjë nuk e pret. Përveç atyre që thonë po Zot. Zoti na bekoft.